Ja që unë kam haja pas shtëpi porrim e qira. Kam Kemi çam, jemi mallakasë. Po. Sa lije është mirë për përgjithësi. Dije rreth orës 11 më ka lajmëruar prindrit dhe më ka thënë për pjesën e murit që na ka rënë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Na kanë shkëputur energjinë muri që ka rënë. Kam ardhur, kam parë, nuk ka dëm kështu brenda banesës. Thjesht vetëm inertet janë ngjitur mbas murit të shtëpisë. Kemi njoftuar bashkinë, kryetarin. Kanë ardhur gjithë dije, kanë bllokuar rrugën. Çfarë themi tani? Në banesë ishin vetëm prindrit tuaj? Vetëm prindrit dhe fëmijët. Po. Nuk ka patur as automjete në ato momente? Jo, në atë moment, apo jo? falë Zotit, nuk ka pasur automjete. Rruga që janë shi, nuk kemi pasur dëme, me thënë të vërtetën. Sa persona jetonin në këtë banesë? Ne jetojmë 8 persona, prindrit, fëmijët dhe ne vetë 2, burrë e grua. Shtëpia duket si është rikonstruktuar apo është shtëpi e vjetër? Para 10-12 vitesh është bërë ndërhyrje në shtëpi. Shtëpia është e vjetër, një mbi 100 vjeçare. Së të rëmë hapur këtu normal ja tani është hapur kanale ka hapur veta i boti aty. Si mos travesh. Edhe këtim atan ka marrë çarja jo. Rruga është pa kanal. Një vend që kalon për tek Varrezat, që ne vëm te Varrezat, një ditë gjithë do vëm atje, nuk i kanë vënë një tubo. Të kaloj ujë. Si mos të shemet, e për gati na krau poshëm, po iku na krau poshëm, ledhi iku e gjithë rruga. Kjo është rrugë e re apo Na rrugë kanë premtuar për të ekzistuese? bërë muret atje dhe nuk i bën, jo këta të partë. Dhe nuk na kanë bërë muret atje. Çfarë themi më? Kjo është rrugë e re apo rrugë ekzistuese? Kjo është rrugë ekzistuese vëlla, nuk është rrugë e re. Është rrugë ekzistuese, ka qenë rrugë me taban, jo rrugë kështu. Tani se si iku, nuk e dim. Këtë ujtë e ka hequr, vetë fjalë fare që ujtë i gjithë këtu, vjen qandë ka ardhur ujtë këtu, e ka ikur, iku. Kjo është shembull për mungesë kanalizimeve. Normale, pa kanal nuk bëhet as i rrugës, unë punoj, jashtë shtetit punoj, me rrugët punoj, edhe kështu jo. Pa kanal në rruga, normale. o bëni tamam ose lëreni. Po kemi thënë mur gjatë e se kjo ka shkarë, i kemi pasur probleme të mëdha këtu ne. Pra edhe më përpara ka patur Kemi shkarje. pas shumë problem, deri atje kjo do në mur. Nuk kemi thënë atje, bida e dimne ka thënë ai bashkisë. Prandaj shtetit edhe ridor këtu. Se nuk kështë rrugë, po të bë mur, prap do voj shteti këtu. Se kjo ka ujë, shkem ka ujë. Ja kjo që me mur këtu. Rruga është pa kanale gjithë vëllezër, pikë. Kanalin e dona. Gjithë rruga që është bërë. Nga është pa standard dhe sipas jush. Nuk ka Jo vëlla, jo nuk ka. S'ka këta vinë sa marrin lekët edhe ikin, kaq. Nuk pyesi për djallin me. Tu kaluaj par djeri kishte shkarqe, ja. Sot gjuna. Ja, shikoni, ja. Së orës 11 sapo kemi marrë informacionin për pjesën e dëmtuar këtu, kemi ardhur bashkërisht me drejtorin e ndërmarrjes, kemi marrë masat për të eliminuar kalimin e mjetëve dhe për fat të mirë që një fat i madh që nuk ka kaluar as makina ato momente. Kemi marrë masat që shikoni edhe vetë kemi vendosur shiritin e sinjalizimit, në një të kohë kemi derdhur edhe çakullin dy anë të rrugës për ta përforcuar këtë sinjalizim. Mbas kësaj, mbasi morëm këto masa, njoftuam drejtori, komunikoi me prorin e tij, kanë njoftuar firmën dhe brenda ditës sot do vinë do bëjnë konstatimi dhe nesër sipas informacioneve që kam do të vinë do të filloj punën për të ndërhyrë brenda mundësive që na lejon edhe vetë terreni, sepse edhe terreni siç e shikoni është shumë i vështirë. Një fat i madh është që nuk ka pasur njerëz në atë moment brenda në objekte, nuk kemi njerëz të lënduar. Çfarë mendohet këtë qenë si arsye? Arsyeja ju e shikoni vetë, relievi është grillë në dy anë, edhe poshtë edhe lart dhe është vetë për shkak të lagështirës se nuk ka dhe për fat të madh të këtij projekti, kjo nuk është rrugë e re që ti themi gjëra siç janë, është rekonstruksion dhe ishin planifikuar vetëm stresat, se nuk është rrugë e re. Kjo është rrugë ekzistuese. Si fshat. Nuk ka në investim të madh. I dham zgjidhje nëpërmjet këtyre shenjave të sinjalizimit sepse ky është një fat që komunikohet si në hyrje edhe në dalje. Me fjalë vetë fshati ka zgjidhje për të komunikuar me mjetet.
Dhe mendoj që brenda ditës nesme do vijë edhe firma për të vazhduar punën për të eliminuar këtë si defekt.